Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit nëntor për shenjën e binjakëve. Binjak, java e parë e nëntorit do t'ju gjej plot sharm, do t'ju gjej shumë inteligjent, të komunikueshëm. Në aspektin profesional do të përfitoni gjatë kësaj jave, sepse mund të keni takime pune, mund të keni biseda shumë interesante, kur shpesh do t'ju duhet që të tregoni histori nga vetja juaj, të tregoni për eksperiencën tuaj të mëparshme, edhe pse së jashtmi do dukeni shumë mirë, së brendshmi ju shoh të pasigurt, keni frikrat, keni pasiguritë tuaja, do të ndjeni një siklet në momentin që do duhet të kaloni këto intervista apo këto takime pune, por përshtypjet do t'jenë nga më të mirat. Kushdo që takohet me ju në javën e parë të nëntorit, do të krijojë përshtypjen që jeni një person inteligjent, një person i shkathët, një person që ka shumë potencial, ka dituri, një person që ka eksperiencë, pavarësisht sa të vërteta janë gjithçka që ju do thoni gjatë kësaj kohe, rezultati do të jetë pozitiv. Por problemi qëndron tek ju së brendshmi sepse keni shumë ide të veçanta, binjak, jeni shumë krijues, jeni në një fazë që doni një ndryshim madhor në jetën tuaj, por nuk dini nga t'ia filloni. Ju shoh pak konfuz, ju shoh pak të paqartë, thoni ok, po sikur të bëj këtë gjë, po sikur të bëj këtë tjetrën, me shumë mendime, nuk do ta tregoni këtë pjesë, vetëm pak persona që vërtet ju keni besim, sepse binjakët në përgjithësi jeni gazmor, jeni të qeshur, ja kaloni mirë me shoqërinë, me të gjithë, po pak njerëz ju njohin realisht kush jeni në brendësinë tuaj. Dhe një ndryshim i madh do të ndodh me datë 8, me datë 8 nëntor, kur Urani mbas një periudhe të gjatë korrikut, nga korriku deri tani me datë 8 nëntor, ka qenë në shenjën tuaj, do t'ju jap pak pushim Urani, të paktën deri në prill të 2026, pastaj futet përfundimisht në shenjën tuaj dhe do të qëndrojë aty për rreth 6 vite të tjera. Këto ngjarje që kanë ndodhur, kujtohuni pak binjak se çfarë keni kaluar nga korriku deri në nëntor, ngjarjet e zhvilluara, situata, gjithçka, sepse jeta juaj mund të ketë filluar atë fazën e ndryshimit, se Urani të kërkon që ti t'jesh vetvetja. Urani të kërkon që ti mos të biesh në kompromise me të tjerë për çfarë të tjerët duan, por që ti të qëndrosh në atë autenticitetin tënd. Dhe do jesh në një fazë konfuze, sigurisht java e dytë sidomos do ta ndjesh këtë gjë, plus kemi me datë 9 edhe Mërkurin që kthehet në pravavi. Mërkuri i kthyer për ju ka një impakt shumë të fortë, sepse ju bën që t'jeni më të lodhur zakonisht, pa motivim, pa energji. Është nga data 9 deri me datë 29 deri në fund të muajit, prandaj nëntori nuk është koha e përshtatshme për të firmosur kontrata, marrëveshje pune, mund të keni edhe pak probleme me teknologjinë. Zakonisht kur Mërkuri është i kthyer ndodhin situata ku mund të dëmtohet telefoni, mund të humbas telefoni, apo të dëmtohet kompjuteri, apo nuk ke akses të emailit, apo prishet diçka tjetër. Pra gjithçka që ka të bëjë me teknologjinë, ndodhin probleme teknike, ndodhin situata që të prishin punë, situata që të bllokojnë. Më e mira, nëse keni diçka të rëndësishme, një takim që duhet ta zhvillojeni në javën e parë. Në javët e tjera pastaj do të bëhet e vështirë situata për ju. Nuk rekomandohet, nuk është periudha më e mirë dhe udhëtimet nuk rekomandohen shumë gjatë Mërkurit të kthyer, sepse mund të dalin probleme rrugës, mund të dalin situata të papritura, po sidomos në javën e dytë ju shoh shumë në udhkryq, ju shoh shumë konfuz, dhe ndonjëherë gjëja më e mirë që mund të bësh është të mos bësh asgjë, thjesht të pushosh, merre këtë si periudhë rikuperimi, si një periudhë analize të vitit, çfarë ka ndodhur, çfarë ti ke kaluar, në fund jemi
jemi në nëntor, kështu që jemi drejt fundit të vitit, kjo është koha më e mirë për një pastrim, le të themi, pastrim të energjisë tuaj, pastrim të mendjes tuaj nga ato idetë e shumta, për të bërë një listë me prioritetet dhe për të rimarrë energjinë. Pushoni, flini, qetësoni, e di që kjo është pak e vështirë si një detyrë për binjakët, se ju vazhdimisht duhet jeni në lëvizje, nëse qëndroni shumë kohë pushim, ju duket sikur s'keni bërë asgjë, ju duket sikur po ju shkon dita kot, po ka të mirën e saj dhe është e domosdoshme dhe pjesa e qetësisë nga ana mendore dhe qetësia fizike. Koha më e mirë për ta bërë këtë është gjatë mërkurit të kthyer. Dhe java e tretë ju shoh në një situatë diskutimi ose një situatë që nuk do t'ju pëlqej, që ka të bëjë me një person që është i suksesshëm, me një person që ka para, nëse punoni me dikë që ka shenjën ascendente ose shenjën e diellit në Dem, në Virgjëresh ose në Bricjap, ka gjasa që ky person t'ju thot diçka që nuk ju pëlqen, t'ju kundërshtoj për diçka, të keni një debat ku nuk ndjeni të mbrojtur, nuk ndjeni të përkrahur nga ky person. Nëse jeni në një marrëdhënie në çift me këtë person, mund të jetë arsyeja pse ju ndjeni të mbingarkuar, mund të jetë arsyeja pse ndjeni të lodhur, sepse ky person mund t'ju ketë gënjur për disa gjëra që kanë të bëjnë me paratë. Dhe do të zbuloni këtë të vërteta do dalë e mënyrës se si partneri ka menaxhuar paratë, se si harxhon, mund të zbuloni që ka një vesë që shpenzon më shumë se ç'duhet, mund të dalë një problem që lidhet me një vesë, një adiksion bixhoz apo merr pjesë ndoshta edhe në takime të ndryshme që mund zbuloni online, ndoshta me persona të tjerë, pra shpërdoron paratë, është një situatë që do të jetë pak problematike për disa nga ju, sepse kemi me datë 20 nëntor hënën e re në akrep. E hëna e re në akrep e para sjell të vërteta që kanë të bëjnë me ato konfliktet në çift, sidomos për çiftet, konflikte që lidhen me parat, konflikte që lidhen me sekrete që lidhen me seksin, me intimitetin, sekrete që lidhen me gjëra që janë të ndaluara, të fshehta, me vese që ti nuk i di, që pala tjetër i ka. Pra kush është në lidhje, kush binjak është në lidhje me këtë person që ka energji të fortë toke, ju do të keni një situatë përballje, do të keni një situatë që mund të jetë pak e vështirë, ku ky person ka pritshmëri shumë të larta dhe i duket që gjithçka që bën është korrekte, ndërkohë që pret më shumë nga ju, pret më shumë mbështetje, pret që ju të jepni më shumë, ju të bëni më shumë. Dhe mund të ndodhë një situatë finale, një ndarje për disa çifte, për persona të tjerë nëse lidhjen me këtë person e keni për arsye pune, sepse është një epror, dikush që ju vareni, mund ta shtyni maksimumi këtë vend pune, maksimumi mund ta shtyni deri në prill të 2026. Mbas prillit, kur futet Urani në shenjën tuaj, prap binjak nuk do keni më durim për të vazhduar të toleroni një person që është i pakualifikuar, që ndoshta nuk e ka as përgatitjen tuaj, por për arsye kontaktesh, njohjesh apo ka fituar atë vend pune, e dini dhe ju që kërkesa e llogarisë që ka ndaj jush është e padrejtë dhe raporti nuk është i drejtë. Por ju thash maksimumi deri në prill, pastaj do të vendosni ose të punoni më vete, të gjeni punë tjetër, ose të hapni diçka që është e juaja, të merrni një iniciativë komplet ndryshe. Megjithatë është e nevojshme që të ndodhë kjo gjë, kjo pjesa e debatit dhe diskutimit, sepse java e fundit më tregon me rrotën e fatit, sidomos kur Mërkuri të kthehet drejt mbas datës 29, që ju do ndjeni shumë të lehtësuar, binjak. Do të shikoni që do të keni mundësi të reja, fati do të jetë në anën tuaj, gjërat do të ecin në drejtimin e duhur.
këto vendime që ju do të merrni, edhe këto biseda, edhe këto gjëra, në momente kur jeta zakonisht merr një kthes, një ndryshim i madh ndodh, atëherë janë ato situatat ku ti ose largohesh, ndahesh, shkëputesh nga dikush, mbyll një punë, pra ndodh një gjë madhore që të krijohet hapësirë në jetën tënde për një situatë të re. Prandaj të gjitha këto ngjarje janë ngjarje të nevojshme për pjesën e pastrimit tënd. Kur them pastrimit, në aspektin shpirtëror, në aspektin emocional, energjetik. Dhe nga orakulli, mesazhi për ju thot purification, pastrim. Kemi energjinë e binjakëve dhe numrin, mbajini mend të numër 41-shin, 4 plus 1 bën 5. Nëse ju ndodh që e shikoni numrin 5 vazhdimisht, binjak e shikoni te telefoni, te kora, ju del si numër përpara në gjëra të ndryshme, në video që mund të shikoni online, në targa makine, kudo ju del numri 5, ajo është shenjë që jeta juaj është në një fazë ndryshimi, diçka do të ndodh, një situatë komplet tjetër, që kur të ktheheni pas në kohë, ndoshta në 2026, do thoni, po vërtet jeta ime ndryshoi, apo kjo gjë madhore më ndodhi fiks në këtë periudhë. Prandaj duhet një pastrim, ju thash, pushoni, qetësohuni, merrni forcat, mblidhni energjitë, do jetë e vështirë përballja me shenjën e tokës, sepse do dalin shumë gjëra që ti si ke ditur, shumë gjëra që ty do të bëjnë mos kesh besim te ky person për çështje që kanë të bëjnë me paratë. Nëse është një person në punë, mundet t'ju heqin një shpërblim, nëse zakonisht merrni një rrogë të tretë gjatë fundit të vitit, apo merrni një bonus gjatë fundit të vitit, mund t'ju hiqet ai shpërblim, edhe kjo do t'ju bëjë që mos keni më vlerësim apo respekt, sepse do thoni kam punuar gjatë gjithë vitit me idenë që do merrja këtë shpërblim apo këtë bonus, dhe në momentin e fundit vendosen që ta hiqnin, duke na krijuar kështu probleme, dhe ti vetë nuk mund të, baza jote, stabiliteti yt financiar, është e vështirë që të mbështetesh 100% nga ana profesionale në atë punë që ke momentalisht, sepse paga po, por ndryshojnë gjëra shpesh. Shoh shumë binjak që janë në punë ku shpesh situata ndryshojnë, kanë rregulla të reja, kanë kërkesa të reja, vazhdimisht ju hedhin nga në një pozicion tjetër. Por është për të mirën tënde. Do të jetë i fortë për momentin, përballja do jetë e fortë, dhe duket si padrejtësi që do të bëhet, po ndodh kjo gjë dhe menjëherë mbas kësaj një mundësi më e mirë vjen për ty në javën e fundit, ku është fiks ajo situata, një portë mbyllet, një portë tjetër hapet. Okej, binjak, kjo është gjithçka që unë shikoj për ju për muajin nëntor. Ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe, që mos të humbisni videot e ardhshme, dhe nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni online në website-in tim në www.goldentruthtarot.com. Linkun e gjeni këtu poshtë te video dhe te përshkrimi. Ju uroj gjithë të mirat. Mirupafshim.